vërtet rëmbimi dhe vrasja një të riu 21 vjeçar nga Burreli, 5 vjet më parë. SPAK lëshon 4 urdhër arreste, krimi kishte motiv hakmarrjen. Policia e Tiranës zbulon një magazin ku përgatitet e shpërndaj lënda narkotike, arrestohen 5 persona, sekuestrohet kanabis e kokainë. Kryeministri Rama takohet me drejtuesit socialist të komisioneve parlamentare, diskutohet veprimtaria e kuvendit dhe bashkëpunimi me qeverinë. Policia e Kosovës thotë se dronë të dyshuar që janë nisur nga Serbia shkelën hapësirën ajrore, por misioni KFOR mohon të ketë ndodhur një gjë e tillë. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Prokuroria e posaçme zbardhi rëmbimin dhe vrasjen brutale të 21 vjeçarit nga Burreli, Klevis Leshi. Zbërtimi I telefonave Sky ECC zbuloi 4 persona të përfshirë në krimin e vitit 2020, për të cilët janë lëshuar urdhër arreste. Bëhet fjalë për sagën e hakmarrjes mes dy familjeve nga Burreli, që deri më tani ka shkaktuar 5 viktima. Vrasja makabre e 21 vjeçarit Klevis Leshi nga Burreli 5 vjet më parë është bërë për gjakmarrje. Për të ekzekutuar të riun janë paguar 50.000 euro. SPAK ka arritur të provojë se rëmbimi, zhdukja e më pas edhe groposja e tij ka ndodhur nga një grup I strukturuar kriminal. Është pikërisht gjakmarrja përmes organizatës kriminale, akuza që rëndon mbi 4 personat, për të cilët është lëshuar flet arrest, si dhe pastrimi I parave. 2 prej tyre, Sabanuzi dhe Samet Loka, të dy 31 vjeç, përfunduan në pranga mes natën e 26 shtatorit. Organi akuzës ka faktuar se porositësi është Aurel Hoxha, I njohur edhe me emrin Aurelinho Calaveri, 36 vjeç, dhe Sajmirko Laveri, të cilët u shpallën në kërkim. Në pronësinë e Aurel Hoxhës është I lokal në të cilin hetuesit zbarkuan në të gdhirë të mëngjesit të së premtes. Prokuroria e posaçme ka zbardhur krimin e rënd pas transkriptimit të Sky ECC. Klevis Leshi u zhduk pa gjurmë në 2020-ën, ndërsa 3 vjet më pas, hetuesit arritën të zbulojnë se mbetjet kockore të gjetura nga banorët e zonës në fshatin Shpërdhet të Kurbinit I përkisnin pikërisht atij. Kjo pasi eshtrat e 21 vjeçarit ju nënshtruan analizës së ADN-s nga Instituti I Policisë Shkencore. Klevis Leshi është një nga 5 viktimat e gjakmarrjes mes 2 fiseve. Arben Leshi që u vra në burgun e Peqinit në mes të dhjetorit të 2023-shit, teksa vuante dënimin, është I fundit. Ai ishte një emër I njohur për drejtësinë shqiptare dhe atë të huaj, për çeljen e sagës 11 vjeçare të gjakmarrjes, që filloi në vitin 2012 në Britaninë e Madhe. Arben Leshi asë kohë 27 vjeç, raportohet nga mediat britanike se ekzekutoi e më pas I dogji bashkëshatarit të tij trupin në një automjet. I vdekur mbeti 29 vjeçari Agim Hoxha, vëllai I Aurelit, për të cilin SPAK ka lëshuar urdhër arresti. Kjo vrasje besohet se ndodhi për hesape të pambyllura droge. Për këtë ngjarje, ai u dënua nga gjykata britanike e Winchester me burgim të përjetshëm në vitin 2013 e më pas u ekstradua drejt vendit tonë në vitin 2016. Pas këtij krimi, pjesëtarët e fisit Hoxha u betuan për të mos lënë asnjë mashkull gjallë të familjes Leshi. Në vitin 2013 u vra në prit xhaxhai I Arben Leshit, Xhavit Leshi, ndërsa në vitin 2016 u qullua para derës së shtëpisë Hayreddin Leshi, babai të vrarit në burgun e Peqinit. Po nga I njëjti fis në vitin 2017 u rrëmbye dhe u zhduk në Kamëz Artan Leshi. Megjithatë, në asnjërin nga këto vrasje, policia nuk ka mundur të gjejë dot autorët. Pas çdo vrasjeje apo zhdukjeje, janë marrë në pyetje anëtarët e familjes Hoxha nga fshati Shqefën I Matit, por ata kanë mohuar që të kenë dorë në këto krime. Kjo është hera e parë që prokuroria ka vënë gishtin e akuzës ndaj Aurel Hoxhës. Komunikime në WhatsApp dyshohet se fundosën kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj, I cili është marrë tashmë I pandehur nga SPAK, ndaj tij rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës lidhur me disa tendera. Kryetari I Bashkisë së Kolonjës Erion Isaj është vënë në akuzë nga SPAK për shkeljen e barazisë në tendera. Bëhet fjalë për 4 procedura tenderuese, vlera e të cilave sipas prokurorisë është fryrë në mënyrë që në fund të përfitohej nga kreu I bashkisë dhe 6 personat e tjerë të marrë të pandehur. Tenderat lidheshin me ndërtimin e rrugës Korçer-Sek dhe ujësjellësi të 13 fshatrave të Kolonjës, si dhe supervizimet respektive të secilit projekt.
Në dosjen e SPAK janë zbardhur komunikimet e tij me Entela Çanon, administratoren e kompanisë që zbatoi projektin me vlerë 3.8 milion lek pa TVSH. Nga komunikimet në WhatsApp vihet re se kryebashkiaku Erion Isai dhe Çano diskutojnë hapur për uljen e parametrave të ndërtimit të rrugës dhe shumat që duhej të paraqiteshin, duke treguar se procedura ishte orientuar paraprakisht në bashkëpunim mes zyrtarëve të bashkisë dhe kompanisë që u shpall fituese. Më duhet deri të premten lista me emrat e fshatarëve dhe vlerat për çdo fshat vëlla. Një zjarr, të lutem. Pa merak, do bëj të pamundurën që të premten t'i dorëzojmë. Je yll. Nesër paradita mendoj se mund të kemi diçka, po sforcohemi shumë për të arritur vlerën 230 me TVSH. Jam e sakt, ma konfirmo të lutem. 330 është maksimumi. Kryetari i Bashkisë së Kolonjës, Erion Isai, akuzohet se veprën penale të shkeljes së barazisë në tendera e ka kryer në bashkëpunim me antarët e zbatimit të projektit dhe administratoren. Hetimi nisi pas 2 kallëzimeve, njëri në vitin 2020 dhe tjetri në vitin 2024, ndërsa nga dosja mësohet se po vijohet me verifikimin e një tjetër akuze, asaj të falsifikimit të dokumenteve. Agentët antidrogës zbuluan në periferi të Tiranës një magazin ku mblidhej dhe përpunohej lëndë narkotike. Policia gjeti një sasi kanabisi si dhe kokainë, ndërsa sekuestroi automjete dhe disa telefona celular. Droga sigurohej në Durrës dhe më pas shitej në lokalet e kryeqytetit. Ishin hetimet e komisariatit numër 4 në Tiranë që zbuluan një magazin në afërsitë të Tufinës që përdorej për fshehjen e lëndës narkotike ku ishin të përfshirë të paktën 5 persona. Këta të fundit kanë përfunduar në pranga pas operacionit policor, blut sekuestruan 9 kg kanabis, një sasi kokaine, 2 armë zjarri, 2 armë të ftohta, 2 automjete, 6 celular dhe sëndet e tjera të kundërligjshme. Në pranga kanë rënë Joy Zina dhe Angelina Koçi, dy të rinj që shikonin në foto rezultojnë të fejuar, ku të dy ishin të përfshirë në këtë skemë kriminale. Burime nga policia bojnë me dije se Zina dhe Koçi dyshohet se me një automjet tip Toyota Yaris kanë marrë sasinë e drogës nga Sukthi dhe e kanë sjellë në Tiranë. Ata kanë fshehur në magazine në afërsitë të Tufinës, e cila është në përëndësi të Redion Kuqit, i cili rezultoni përfshirë në trafik. Erdi Gjeriti kishte rolin e rojës së magazinës që të mos vidhej malli. Gjeriti gjithashtu dyshohet se ka shoqëruar çiftin me një automjet tjetër kur kanë sjellë drogën nga Sukthi në Tiranë. Ndërsa Ardit Qitaku në momentin e operacionit të komisariatit numër 4 ka qenë i pranishëm në magazin ku janë sekuestruar disa doza kokainë. 5 arrestuarit kanë pranuar akuza dhe kanë treguar skemen që përdornin për aktivitetin kriminal. Hetuesit kanë dyshime se ata janë të përfshirë në trafikun e drogës prej të paktë një viti. Lëndë narkotika ata e siguronin nga një grup kriminal në Suks dhe me pas e sillnin në magazine në Tufin, ku e përgatisnin për ta shpërndarë në doza më të vogla. Kontrolli u krye në një magazin në rrugën Muslim Keta. Policia dyshon se ka dhe personat e tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Prokuroria e Korçës ka sekuestruar një hotel dhe disa prona të tjera në emër të Edri Buliçka. Nga hetimet e kryera i rezultoni përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike. Edri Buliçka kishte deklaruar se ishte i punësuar si kamarier në një lokal në Pogradec, por nga verifikimet e kryera doli se regjistrimi ishte fiktiv. Prokuroria thot se një hetim disa vjeçar provoi se të ardhurat nga aktiviteti kriminal i trafikut të narkotikëve në Itali dhe Spanjë janë investuar në pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në emër të Buliçkës dhe familjarëve të tij. Transaksionet bankare të kryera prej tij ndër vite paraqiten në vlera të konsiderueshme monetare në lekë dhe valutë të huaj, për të cilat nuk justifikohet burimi i krijimit. Në përfundim të hetimeve, policia sekuestroi hotelin Rich në Pogradec, apartamente, troje si dhe disa automjete në emrin e tij dhe të familjarëve. Pas miratimit në kuvend të komisioneve, Kryeministri Edi Rama mblodhi drejtuesit e tyre dhe grupin socialist në Vilën 30. Mësohet se fokusi ka qenë te prioritetet e legjislaturës së re dhe puna e komisioneve parlamentare, nga të cilët 7 drejtohen prej socialistëve dhe pjesa tjetër i takon opozitës. Disa ditë para nisjes së punës së komisioneve parlamentare, Kryeministri Edi Rama dha porosit paraprake për grupin socialist. Kryeparlamentari Niko Peleshi, kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve, si dhe kreu i grupit parlamentar, u mblodhën në një takim në Vilën Qeveritare 30, ku u njohën me prioritetet për punën gjatë legjislaturës së 11.
Në takimin që zgjati një orë e 30 minuta, mësoi se kreu i qeverisë nuk kishte porosi të veçanta mbi ligje specifike që duhen miratuar. Megjithatë, burimet cilësuan si një takim rutinë që zhvillohet mbi koordinimin e punës mes grupit parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë dhe qeverisë. Tashmë, mazhoranca do të ketë në ndrejtim 7 nga 11 komisione, ku pjesa tjetër i mbetet opozitës. Por komisionet do të nisin punën me volum, ku mbeten ende njësër çështje që do të diskutohen në parlament. Raportimi i institucioneve, punë kjo e mbetur që prej legjislaturës së kaluar, pritet që të nisë menjëherë, ndërsa do të jetë përbërja e re parlamentare që do të shqyrtojë kërkesat e tyre. Një tjetër çështje e mbetur pezull është zgjedhja e avokatit të ri të popullit. Post që rinda balanca tashmë e mban prej rreth 3 vitesh, por mos dakordësia mes palëve politike ka sjellë boshllëk. Reforma zgjedhore dhe ajo territoriale gjithashtu do të nisin diskutime së shpejti, teksa mazhoranca nuk ka humbur kohë për të emëruar dhe drejtuesit, Damian Gjiknurin dhe Arbian Masnikun. Dilem mbetet ndryshimi i kushtetutës, e paralajmëruar nga kryeministri Edi Rama gjatë asamblesë së Partisë Socialiste të 11 shtatorit, por që ende nuk ka një plan konkret. Lideri i opozitës akuzoi sot kryeministrin për mbajtjen e kontakteve me kartelet e drogës, duke ju referuar shkrimit të një gazetari italian. Sali Berisha i kërkoi dorëheqjen e Edi Ramës dhe paralajmëroi se në rast se kreu i qeverisë refuzon largimin, do t'i drejtohet SPAK-ut. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi sot dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në themel të kërkesës së liderit të opozitës qëndron një shkrim i gazetariit italian, Trokja, i cili pretendon se ka dokumentet hetuesve italian, që tregojnë se përfaqësues të qeverisë të drejtuar nga Edi Rama janë takuar në vitin 2019 në një ishull në Karaibe, në Aruba, për të negociuar me persona që merren me trafik droga. Ti nuk mund të jesh kryeminist i një vendi, antar të NATO-s, antar i Këshillit të Evropës, në një kohë kur ti zhvillon dhe takime me kartelet dhe klanet botërore të drogës. Sipas Berishës, opozita do të bëjë gjithçka për zbuluar të vërtetën për këtë çështje. Shqipëria ka një kryeministër dhe ministra të cilët udhtojnë me charter 13.000 milje për të takuar bost shqiptar dhe latinoamerikan të drogës. Lideri i opozitës paralajmëroi se i drejtohet organeve hetimore për të zbardhur këtë aferë. Nëse Rama nuk jep dorëheqjen, do të jetë i padi në SPAK, por do shohim tani ligjet ndërkombëtare me shpalljen e karteleve si organizata kriminale, nëse mund të bëhet padi dhe në gjykatë ndërkombëtare. Në datën 23 shtator, në gazetën italiane Domani u publikua një artikull i cili bazohet mbi librin e gazetarit italian Trokja. Ky i fundit pretendon se nga hetuesit italian ka marrë dokumenta që tregojnë se nga data 24 deri në 31 janar të vitit 2019, përfaqësuesit më të lartë të organizatës kriminale janë takuar në ishullin Aruba e prezent kanë qenë përfaqësues të papërcaktuar qeverisë shqiptare në detyrë. Gazetari pretendon se qëllimi i takimit ishte të përcaktojë një marrëveshje tregtare në të cilën udhëheqësit shqiptar do të jepnin leje ndërtimi për një kull në Tiranë. Partia Demokratike do të nisë të hënë negociatat me partitë opozitare për zgjedhjet që do të mbahen në 6 bashkitë të vendit. Pjesë e grupit negociator është sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, drejtuesi politik për Tiranën Belind Këlliçi dhe Ilir Ali Mehmeti, një prej figurave më të votuara të opozitës në zgjedhjet e 11 majit. Burime e brenda PD-s bëjnë me dije se negociatat do të zhvillohen me të gjitha partitë opozitare, duke përjashtuar lëvizjen bashkë të Arlind Qorit, që i përket ekstremit të majit. Partia Demokratike synon që në zgjedhjet e pjesshme që pritet të mbahen brenda pak javëve të hyjë me koalicionin më të gjerë të mundshëm. Në përfundim të bisedimeve me forcat e tjera politike, pritet që PD të shpallë edhe kandidatët për 6 bashkitë ku pritet të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Bashkitë që sot janë pa kryetare pritet të shkojnë në zgjedhje janë Bashkia e Tiranës, Vlorës, Beratit, Tepelenës, Matit dhe Cerrikut. Dronë që dyshohet se kanë hyrë nga Serbia kanë shkelur hapësirën ajrore të Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili ka vënë menjëherë në djeni KFOR-in, por misioni i NATO-s e ka mohuar futjen e dronëve brenda territorit të Kosovës. Autoritetet në Kosovë kanë deklaruar se hapësira ajrore e vendit është shkelur nga dronë të dyshuar të futur nga Serbia. Drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha tha këtë të premte për mediat se misioni paqëruajtës i NATO-s është vënë në dieni për këtë shkelje. Gjatë ditëve të fundit kemi pasur fluturime dronëve që ne po dyshojmë që vinë mbi territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës.
policia është kontakt me këpurin, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Hapësira e ulët ajrore menaxhohet nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës dhe kompania hungareze Hungarokontrollit, por në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përgjegjës për sigurinë është komandanti i KFOR. Hoxha tha se futja e dronëve të huaj në hapësirën ajrore të Kosovës është e rrezikshme për pjesën e kufirit, por për qytetarët jo. Ndërkohë, misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, në një përgjigje për Radio Europa e Lirë, ka bërë me dije se nuk ka vërejtur ndonjë hyrje të dronëve nga jashtë në hapësirën ajrore të Kosovës, që mund të ndikojë në sigurinë e gjithë vendit. Gjatë kësaj jave, krerët e Kosovës, presidenti Osmani dhe kryeministri në detyrë Kurti ndodhen në SBA ku po zhvillojnë takime dypalçe. Muajt e fundit, presidenti Trump disa herë ka deklaruar se ka parandaluar një përshkallëzim mes Kosovës dhe Serbisë. Zhvillimet e orëve të fundit dhe shkelja e hapësirës ajrore të Kosovës nga dronë të dyshuar të nisur nga Serbia tregojnë se situata në veri mbetet e tensionuar, provokimet e Beogradit duket se janë shtuar në një kohë që raportet e Kosovës me ndërkombëtarët po kalojnë periudhën më të vështirë. Aleati më i rëndësishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë pezulluar dialogun me qeverinë e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Për këto zhvillime bisedojmë sot me analistin Ylli Hoxha në Prishtinë. Zoti Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë fshihet pas ngjarjeve të fundit në veri? Nuk është vetëm veriu, pretendimet janë se ka pasur në disa lokacione hyrje të dronëve nga Republika e Serbisë. Një prej tyre është në rrethin e Podujevës, do thotë pjesën afër Prishtinës, që gjendet në brezin kufitar me Shqipërinë, pra ishte diku afër burgut të Dyzit, të sigurisë së lartë. Duket se ka konfirmime të xhirimeve dhe të pretendimeve të cilat i apohojnë do të kryepolicit si të vërtet pretendimin. Ajo që vrehet në deklaratën e KFOR-it nuk është mohimi i ekzistencës së dronëve, por i ekzistencës të atyre dronëve që mund të asigurojnë, të rrezikojnë sigurinë e gjithë Kosovës. Pra mund të jenë dronë të cilët nuk janë të ushtarak, mund të jenë dronë të përdorimit civil, por duket se ka pasur incidente të tilla të cilat sigurisht KFOR-i nuk i ka kualifikuar si cënim të madh të sigurisë, por janë aty. Tash mbetet të shihet në ditë të dashme për që të zbardhët e tër ngjarja dhe të shohim nëse të kujt kanë qenë dhe kush janë aktorët e interesuar që të bëjnë këto survejime. Mund përmend që disa ditë më herët, si pasojë duket e këtyre në formë të drejtë për drejtë, është ndaluar, është shpallur zonë ndaluar hapësira rreth gjeneratorëve të energjisë elektrike në afërsi të Prishtinës, e cila nuk ka qenë më. Besoj se është një proces i ndërlidhur i cili ka shtyer autoritetet që të bëjnë një veprim të tillë. Po si mund t'i bëj ballë Kosova provokimeve në një kohë kur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara janë të ngrira? Po, ajo është tash një fushë tjetër e problemit në cilën jemi. Do thotë, do se kemi një ngërç marrëdhënie, shumë mendoj që Kosova ka një situatë krejtësisht ndryshe në raport me SBA-n dhe Perëndimin, sepse në vijat e trasha të politikave është komplementare me to dhe është madje më e avancuar se disa nga vetë shtetet e BE-s, sa i përket raporteve të saj gjeostrategjike. Çështja është se zoti Kurti ka hyrë në një ngërç me motive duket më shumë politike, kështu të mbjetesës politike se sa që të aspiratave reale për të bërë gjë. Do thotë konflikti besoj se ka eskalu, do thotë sipas pretendimeve të një zyrtari të lartë të State Departmentit, që e merr koha ditore si referencë, është se është prekur linja e kuqe pak e Ahtisarit. Kishte një paralajmërim gadash para 2 ditësh në lidhje me këtë gjë. Po, absolutisht, do të thotë çka ka ndodhur. Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur ta zgjedhë një serb në kryesinë e kuvendit dhe kjo është një obligim kushtetues i Republikës Kosovës që daton që nga marrëveshja e Ahtisarit. Është hera e parë që Kosova në vete nuk e përmbush obligimin që rrjedh nga kjo pako. Kjo pako është obligative jo sepse Serbia e ka pranuar, por sepse ka qenë kontrata e pavarësimit Kosovës, të cilën e kemi bërë me Perëndimin. Dhe shkelja e këtyre zotimeve që kemi marrë, besoj se është e papranueshme për gjithë spektrin ndërkombëtar i cili ka mbështetur Kosovën të vijë deri këtu, dhe besoj se ka qenë arsye mjaftueshme për të alarmuar ata që të ndërmarrin masa, sidoqoftë unë besoj se këto masa janë kjo gjendje është e rikuperueshme, ajo që duhet të ndodhë është që
institucionet e Kosovës ta marrin këtë flakaresh si çortim serioz dhe të reflektojnë në mënyrë që sa më parë t'i kthehen një marrëdhënie të shkëlqyeshme me SBA. Do të thënë ju mendoni se do të ketë një përmirësim të marrëdhënieve mes Shtetit Bashkuara dhe Kosovës? Nuk mund të ketë prishje marrëdhëniesh mes Kosovës dhe SBA-s, mund të ketë prishje të raporteve të individëve, të cilët do të largohen nga postet nëse nuk e bëjnë këtë. Pra, është obligative, është absolutisht e rëndësishme që të bëhet kjo. Nuk është e pamundur të ecet ndryshe. Ne nuk kemi luks të kemi marrëdhënie të mira me SBA-n. Ne duhet të kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme me SBA-n në mënyrë që të kemi një shans për ekzistencë si shtet. Pra, është absolutisht e rëndësishme për sigurinë tonë, për të ardhmen tonë. Patjetër ka qenë një prej faktorëve kryesor që ka ndihmuar në pavarësinë e Kosovës. Që më them vetëm për Kosovën, mund të jetë edhe të vlejë kjo edhe për Shqipërinë, edhe për Shqipërinë edhe për shumë të tjerë. Është e domosdoshme, pra është ekzistenciale dhe besoj se do të ketë një reflektim i cili i sanon këto gjëra sepse ishin aksidente të krejtësisht të panevojshme, të cilat për motiv kishin mbijetesën politike, shtyrjen, blokadën institucionale dhe jo vetvetiu idenë e rënimit të vet pakos Ahtisarit. Unë besoj se Kosova mundet me atë pakon, ndonë se është e rënd, mundet të përparoj të hesë tutje dhe të zhvillohet pa asnjë problem. Pra do të bërë dallimi mes të drejtave të cilat ne i kemi garantuar pakicave dhe uzurpimit të hapësirës që ka bërë Serbia përtej atyre drejtave. Atë pjesë të uzurpimit qeveritë tona duhet ta luftojnë dhe në këtë pikë duhet jenë këmbgulse. Por kjo nuk nënkupton se ne kemi drejt të cenojmë të drejtat, të cilat janë tani më të garantuara me nga vetë palja kosovare në kontratën e lidhur me perëndimin para ekzistencës së vetë shtetit të Kosovës. Të falenderoj zoti Hoxha për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne tani do të vijojmë me të tjera zhvillime. La Traviata është shfaqja që do të çelë sezonin artistik të teatrit, operës dhe baletit. Kalendari është i pasur me premiera, ndërsa vëmendje veçantë do t'i kushtohet edhe afrimit të rinjve me artin. Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit vjen këtë vjesht me një kalendar të pasur artistik me premiera, rivënies dhe bashkëpunime të reja. Përmes kësaj agjende të ngjeshur, ku nuk do të mungojnë emrat e afirmuar të skenës, ky institucion synon të ofrojë më tepër të rinjt me skenën, si dhe të forcojë komunikimin me spektatorin në të gjithë vendin. Në një skenë madhështore e kostumografi që do të çonë në Parisin e fundshekullit të 20, trupa artistike do të dhurojë për 4 net tinguit venerdian përmes shfaqjes La Traviata, vepër e cila çel sipari në këtij sezoni artistik. Kemi një seri koncertesh simfonik, ku do të veçoja disa prej tyre, duke nisur me atë që sapo fola me violinistin Giuseppe Gibboni. Një nga koncertet që do të mirëpritet do të jetë koncerti triple koncerti Beethovenit me violinistin Jonan Kadesha. Do të kemi në fillim të dhjetorit operën Trovatore. Do të kemi bashkëpunime të shumta me ente dhe ambasadat, të cilat janë dhe për javët kulturore. Nuk do të mungojnë as shfaqjet e baletit si dhe ansamblit popullor. Në drejtimin e Eni Bloshmit, zhvillohet edicioni i 4 i International Dance Festival, ku spikat një homazh për muzikën e Ennio Morricones, si dhe rikthimi i baletit të fundvitit Arrothyesi. Kemi një triple bill, një pjesë, 3 pjesë të ndryshme, jashtëzakonisht të fuqishme, do jetë një mbrëmje magjike. Pjesa parë është Falling Angels of Thierry Kilian. Pjesa dytë e mbrëmjes do të jetë një krim gaun që quhet Radiant Forti, kurse pjesa e tretë është Troy Game e Robert North. E para do të pasoj është aktiviteti dhe turneu i ansamblit që do të vi për pak ditë në Italinë e Veriut, në 2 qytete siç është Verona dhe Bolzano, dhe pastaj do të rikthehemi sigurisht sepse afrohen festat e nëntorit ku ansambli është pasaporta. Perdët e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit do të hapen thuajse çdo fundjavë për publikun, përmes shfaqjeve të larmishme që do të interpretohen gjatë këtyre muajve deri në fund të vitit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.